Ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave përjashton disa kategori nga detyrimi për të lidhur kontratë me Fondin Kombëtar të Sigurimit të Detyrueshëm ndaj tërmeteve dhe përmbytjeve që do të ngrihet për këtë qëllim. Referuar në Eni 35 të projektligjit, qytetarët që kanë të lidhur në mënyrë vullnetare kontratat për sigurimin e banesave nga tërmetet në kohën e hyrjes në fuqi të ligjit, nuk kanë detyrim për sigurimin e detyrueshëm nga tërmetet, për sa kohë janë në fuqi kontratat e lidhura. Vetëm pas përfundimit të këtyre kontratave, atëherë u lind detyrimi për të lidhur kontratët detyrueshme me shtetin. Pra e thënë ndryshe, nëse një individ që për efekt kredie hipotekore apo jo, ka një kontratë aktive me bankën për sigurimin nga tërmetet në kohën që hyn në fuqi ligji, nuk do të jetë i detyruar që të lidhë kontratë tjetër deri në momentin e përfundimit të afatit të saj. Dhe këto kontrata zakonisht janë me afat 1 vjeçar dhe më pas rinovohen. Por pas përfundimit të afatit, individët do të jenë të detyruar të bëjnë kontratën me Fondin Kombëtar të Sigurimit të Detyrueshëm ndaj tërmeteve dhe përmbytjeve, ku do të paguajnë primin bazë të caktuar dhe gjithashtu të rinovojnë edhe kontratën me bankën përkatëse, duke qenë se polica e bankës përfshin edhe mbulimin e dëmeve nga zjarret, tërmetet dhe fatkeqësitë të tjera, dhe gjithashtu mbulon të gjithë vlerën e kredisë dhe jo vetëm një pjesë të dëmeve. Nga ana tjetër, draft ligji përjashton nga detyrimi për të lidhur kontratë me fondin zhvilluesit të cilët kanë ndërtuar pallatet e reja dhe kanë detyrimin ligjor të sigurimit ndaj tërmetit të banesave ndaj blerësve për një periudhë 10 vjeçare. Njëkohësisht ligji parashikon edhe kufizime për kompanitë e sigurimeve. Konkretisht, sipas Nenin 33, shoqëritë e sigurimit privat nuk mund të lidhin kontrata sigurimi vullnetare për tërmetet apo përmbytjet për një banesë që sipas këtij ligji nuk ka lidhur një kontratë të detyrueshme me fondin. Dhe në rastin e moszbatimit të këtij ligji, qytetarëve do të mohohet e drejta për të marrë shërbime nga Jellbenja, Kadastra apo Qendra Kombëtare e Biznesit. Ligji parashikohet të hyjë në fuqi 12 muaj pas votimit në fletoren zyrtare.